Me që po flasim për plazhet private, do t'jenë kontrollet shumë të repta, si për zaptimin, por ashtu dhe për respektimin. Bashkia e ofron me kasë fiskale shërbimin e çadrave, Bashkia Lezhë. Të njëjtën gjë do duhet ta bëjnë të gjithë subjektet private që siç presin kupona fiskale në restorant dhe në hotel, do ta bëjnë këtë edhe për çadrat dhe shezlonget që ofrojnë. Sepse jemi absolutisht në mbështetje të biznesit privat që të shtojë të ardhurat, të shtojë ekonominë, por po kështu duhet shlyejmë dhe detyrimet ndaj shtetit që të mos kemi ekonomi informale. Ajo që është e rëndësishme të themi është që me rregulloren e re praktikisht jo vetëm kemi shtuar sipërfaqen e detyrueshme të plazheve, 30% plus 300 metra në çdo 1 kilometër. Por bashkitë si vjet kanë shtuar vetë në hartën që kanë bërë që në shtator sipërfaqen e plazheve publike, edhe për shkak se mundësinë për plazhe private ne ja japim vetëm subjekteve të cilët kanë një hoteleri. Pra, një restorant nuk mjafton thjesht për të menaxhuar një plazh. Një kiosk, një beach bar nuk mjafton thjesht për të menaxhuar, sepse nuk mund të jetë shezlongu dhe çadra biznesi kryesor. Biznesi kryesor është struktura akomoduese. Kemi nevojë për kapacitete shtretëresh. Dhe plazhi është një shtesë që i shtohet hotelerisë. Pjesën tjetër të plazheve, dhe ne kemi shkuar në llogarinë që bëjmë tani, 50% të plazheve i kemi publike, në shumë nga bashkitë, unë për shembull në bashkinë Shkodër shkon edhe mbi 60%, sepse edhe në ato raste 83% shkon bosh në Lezhë, nga Talja deri këtu. Nga Talja deri në Shëngjin 83%. Këtu është zona më ngarkuar se me hoteleri. Këtu është përqendrimi i hotelerisë dhe ka më shumë ngarkesë. Po të dalësh nga kjo zonë në rand të hedhur dhe si për që kalon kunën është pothuajse bosh komplet. Pra hapësirat lira për pushuesit. Po është bosh. Hapësirat lira për pushuesit ka plot dhe nga vit në vit ne përmirësojmë dhe shërbimin publik që është qoftë nga bashkia qoftë nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, me të cilën kemi dyfishuar forcat për të bërë pastrimin e vijës së plazheve në të gjithë Bregdetin, me përjashtim të Bashkisë Lezhë, e cila ka thënë unë ja dal vetë, ta pastroj dhe ta mbaj pastër 24 orë. Si gjithmonë. Besoj duket, s'ka nevojë. Duhet ta themi këtë, Bashkia Lezhë është e vetmja që nuk ka kërkuar mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit për të mbajtur pastër plazhet e veta. Do ta vërtetojmë dhe do ta verifikojmë gjatë gjithë këtij viti se shtimi i sipërfaqeve publike shton përgjegjësi dhe detyrimin për ne. Lezhë Invest ka marrë punonjës sezonal me fitimet që krijon prej këtu për të mbajtur në kontroll situatën.